Është promovuar libri Malsori Fisnik, një shekullor i autorit Gjergj Kola, dedikuar malsorit dinjitar nga fshati Mzi i Pukës Prëng Pashk Osmani. Një avdetar i paepur, autoritet moral i pukjanëve, burnor, fisnik, mikpritës pajtimtar, besnik i fjales o dhënë, zakoneve dhe traditave më të mira të kësaj krahine, me të cilin burret jo vetëm familja Osmani, por e gjithë malësia e Pukës. Folës në këtë promovim, duke vlerësuar librin e autorit Gjergj Kola, evidentuan cilësitë e Prëng Pashk Osmanit gjatë gjithë rrugtimit të tij shekullor. Më së pari mirënjohja jonë do të shkojë tek heroi i librit Prëng Pashku, i cilin në të 100 vite gjenet sot mes nesh ashtu si për herë, si ka hije një pinjoll i pastarës të familjes Osmanit Mziu. Ai vjen krenar ballar për vlerat që trashëgojnë, për ujtjen dhe pasurimin e tyre, dhe që i përcolli ato brez pas brezi deri në brezën e 4 të kësaj familje që jetojnë sot. Është merit e këtij autori, përgatitja dhe botimi i këtij libri, që është shkruar me gjuhë të thjeshtë, fjalë të zgjedhur dhe me peshë. Zoti Gjergj ka përshfaqur një njohje të thellë të ime të treves dhe familjes Osmani. Kjo ka bërë që libri të jetë si një pasaport brillante për vlerat e familjes Osmani. Mund të them pa asnjë lëkundje se Prëng Pashku hyn në elitën e këtyre burrave më të spikatur që ka rreth. Kjo shtëpi ka ruajtur dhe zhvilluar traditat, zakonet më të mira që ka populli shqiptar. Për njeriu e mirë dhe fisnik, bujar dhe besnik, trim dhe guximtar, i urt dhe i mençur, malsorin e sojshëm Prëng Pashk Osmani, fjalët burojnë nga zemra. Ky burr Vitali Fisnik, mik pritës e bujar, por si mani shekullor në Mziun e tij, në Mziun e tij të shtrejtë. Autori Gjergj Kola dali në dritë të këtij libri, ja dedikon bashkëpunimit me familjen Osmani dhe stafin e tij të punës. Librin e kam shkruar, domethënë unë jam autori, por e kam bërë bashkë me një staf të madh, një grup që ka ndihmuar për të dalë në dritë ky libër. Në radhë parë, ju përshëndes dhe ju falënderoj për pjesëmarrjen gjithëve. Na gëzon kjo pjesëmarrje jo vetëm e madhe, por edhe na gëzon pjesëmarrja me njerëz dhe intelektual të shquar. Dhe kjo tregon një vlerësim për Prëng Pashkun dhe familjen e tij. Njëkohësisht edhe për librin. Lush Osmani, djali i Prëngës, falenderoi autorin e librit dhe gjithë folësit për vlerësimin që i bëjnë babait të tij. Do t'ju falenderoj gjithëve të herë për pjesëmarrjen, shok, miq që kanë shkruar për babën edhe për familjen tonë. Po shkrimet tuaja dhe ishte e mangur të libër. Shekullori Prëng Pashk Osmani mbetet simbol i adhetarisë, besës, burri të urtë, tolerante, mikpritës, pundashës, besimtar, shembull e model për të ndjekur nga brezat. Me ju me dhere ka të do Krishti, e koshit në ruët tonë, që është mërëna kësaj shpije, për thirin që u ka po gjallë jem e kënjarë. E koshit në ruët tonë jetën, dhe koshit në ruët ata drejtus, si e kanë një muë me po këtë punë, e ma sa u harroshën me shala, ja u thejnë me të zime. E gëzuat gjithë. Gëzuat koshë,